Përshëndetje muzikal të Interis kudo që ndodheni, kampion të Italisë për 21 herë, mirë se u rikthyet kanal, mirë se u rikthyet në këtë ndeshje të fundit San Siro, Inter Verona 1-1, ndërkohë që presim sa të bëhen përgatitjet për ceremoninë e dorëzimit të titullit kampion. Ja ku rikthehemi, do jemi shumë shpejt faktikisht sot. Ja ku rikthehemi pas kësaj ndeshje, një miqësore le të themi, një fest, San Siro i mbushur tepër tej, të gjithë duke pritur festën e madhe absolutisht, ka edhe një program fantastik pas dorëzimit të titullit kampion, pra të kupës, ku pritet edhe një parad le të themi me autobusin e hapur nga San Siro drejt Uomos. Lum gjithë ju interist që jeni sot në San Siro, në Milano për të festuar me ekipin, do keni mundësi të festonit, bërtisnit, të kënaqeni, sepse është realisht shkurëzimi i një kampionati fantastik, kundër gjithëve, vetëm kundër gjithëve, me shumë vështirësi, me shumë skepticizëm, pa merkato etj, shumë lojtar pa eksperiencë, trajner pa eksperiencë, megjithatë ja dolëm. Nëse do ndalemi sot në ndeshjen e sotme, si të thash, ishte një ndeshje më shumë miqësore, një ndeshje feste, një ndeshje lamtumire le të themi, ku absolutisht disa nga lojtarët cilët kanë kontribuar me vite për ekipin tonë e meritonin sot këtë ndeshje të fundit përpara publikut, përpara San Siros. Kundër të tjera mund të veçoj Darmianin absolutisht, Sommer gjithashtu, ishte ndeshje e lamtumirës për tu parë çfarë do ndodhi me Mkhitaryan, e kanë dorë vetë nëse do e lërë futbollin apo jo. Gjithashtu kanë përshtypjen ishte lamtumira edhe Acherbit, De Vrij, të shohim çfarë do ndodhi. Ndoshta edhe Fratezi nuk u aktivizua sot, por ndoshta edhe Fratezi është nga ata lojtarë cilët do largohet. Pra siç e thash, ishte një mundësi shumë e mirë për t'i dhënë mundësinë dhe oportunitetin këtyre lojtarëve që në vite kanë kontribuar për Inter me seriozitetin, profesionalizmin e tyre, dhe pse jo e meritonin, ku ka më bukur se sa ta mbyllësh karrierën ke Interi me një titull kampion dhe me këtë standing ovation le të themi përpara publikut të tyre. Nëse do ndalemi për ndeshjen, ishte një ndeshje pa shumë histori, një Inter që vinte me shumë pak titullar le të themi, ndoshta vetëm Lautaro Martinez, ishte edhe Sučić deri diku, por pa titullar, ndeshje pa shumë histori, Verona tashmë rë nga kategoria, Inter siç dihet kampioni i Italisë. Megjithatë, ishte një ndeshje e qetë, ndeshje që pati ato rastet e veta, mbyllet pjesa parë 0-0, në pjesë dytë zhbllokohet rezultati me atë autogol le të themi të mbrojtësit të Veronës. Dhe pikërisht atëherë kur Interi po bënte këto ndrimet, pra siç e thash për t'i dhënë standing ovation lojtarëve të vet, lojtarëve që do japin lamtumirën, futet edhe Di Gennaro, një gest shumë i bukur faktikisht i të gjithë shokëve Di Gennaro, cilët e përcollën me shumë entuziazëm le të themi futjen e tij në fushën e lojës. Megjithatë, për fat keq, Di Gennaro pson gol në minutat e fundit, minutë 91 Di Gennaro pson gol, pasi kishte bërë një pritje faktikisht dhe një hedhje spektakolare më shumë për publikun. Megjithatë, nuk ka asnjë problem, është një ndeshje që mbyllet në paqe 1-1, shkojmë në kuotën e 86 pikëve, siç e thash, shoh shpesh herë nga televizori sepse po pres që të bëhet gati skena, koreografia dhe çdo gjë për dorëzimin e titullit, dorëzimin e medaljeve dhe më pas festa vazhdon, siç e thash, në një itinerar që është përcaktuar nga San Siro drejt Duomos me autobusin e hapur. Për sa i përket ndeshjeve të sonte të Champions League-s, ka patur shumë surpriza. Mos harroni, nesër do ndalemi në një live, siç bëm edhe mbrëm, nesër do kemi një live, ju mirëpres gjithëve të futeni në live nesër rreth darkës, kam përshtypjen rreth orës 9 ose 10 të darkës, ju mirëpres gjithëve ku do diskutojmë gjëra gjatë për çka ka ndodhur sot në ndeshjet e rivalëve për Champions League, zhgënjimin e Juventusit, fitoren e Milanit në ekstremis, gjithashtu fitoren e Romës, të Komos, kështu që nesër do diskutojmë për gjitha këto dhe do flasim pak edhe për ndeshjen e fundit që u ka mbetur këtyre ekipeve. Të javës fundit dhe të shohim çfarë do ndodhi, probabilitetet e gjitha. Dje patëm një live shumë të këndshëm dhe ju falenderoj gjithë faktikisht për pjesëmarrjen, për komentet e juaja. Ishit pra për interaktivitetin që patëm, komunikimin që patëm, mbeta jashtëmase i kënaqur le të themi, ju falenderoj edhe një herë. Megjithatë, tashmë siç e thash, është momenti që të shijojmë festën, të marrim titullin e 21, tashmë zyrtarisht me trofeun në dorë, presim që Lautaro Martinez të ngrej titullin ajër dhe ju përshëndes, forca Inter, urime kampion të Italisë 21 herë, urime kampion
të Kupës Italisë për 10ën herë, një sezon fantastik. Shihemi nesër në live. Ju përshëndes gjithëve, forca Inter.